Omeri me madhështinë që Zoti madhështinë e ka dhënë, ka qenë do të burr i madh, ka qenë do të njëri do të i datuar do të i datuar do të mesin e sahabëve, ka pas karakteristika që ndoshta sahabët tjerë nuk i kanë pas. Imagjinoj do në disa raste shpallja është ashtu që shkam menduar do Omeri. Çfarë ka qenë do të njëri vizionar i madh. Një ditë prej ditëve duke ecur në rrugën e Medinës, ka qenë prisi muslimanëve. Edhe duke ecë një grumbull fëmijëve, një grumbull i madh i fëmijëve, to ecë me madhështinë që ka pas. Jo që ka qenë do të mendje madh, asnjëherë, ka qenë do të shumë i butë, por madhështinë që Zoti madhështinë ka dhënë të pamjen e tij. Dhe numri i madh i fëmijëve që ka qenë do të gjithë kanë ikë. Kurse një do të nuk lëviz. Këto do të shohë sot një javë do të mundohemi do të lëshojmë se ndërmjet me temën e sot një javë. Edhe kur e shef që një fëmijë i vogël moshën shumë të re, ja po do të disa pyetje. Ja po do të lime lem të harop ma në harop, do t'i drëtë o t'i djelësh, pse nuk vrapove, pse nuk ike, me shumë të të që vrapove që ike. Qëfar përgjigje ka qenë të t'i djelësh të vogël? Dhe këtë ka një të rrënë pasan t'i kur është do të turë, apo kur e ka rritë të fazën e figurisë, atë kështu do të, ja e mirë në kundinim, o presi muslimanve, lestu dhalimen dhe aksha dhulmuk, nuk jam prej atyre që kam bërë zotën dikujt, ja kam bërë donjë pa drejt, dhe që të friksohen prej teje që do të më ndëshkosh. O lestu mudhniben, dhe nuk jam donjë mëkatar, donjë mëkatar, do t'i flasot i rimi cili po të nëzohet ose do të reklamohet që do i rimi do të sëpëm mëkat s'prish mu sepse ka vrundin e që së është shko. Jo do të asë edhe të fosën do të pranë e madhëshëm edhe mësimet islam me refuzim të këtë vërtet. Lesë të mudhniben dhe aksha e aduk, nuk kam bërë ndonjë mëkat që prezë në dëshkimin tëmë. O tariku, jesaruni, rruga, ime që është tani është e gjërë për mua, o jesarë, edhe është e gjërë edhe për ty. Do të mirë kërëshë do këtë djelë është mahnitet.